Dëshmitë e lëvizjeve masive të emigrantëve në Leposaveç janë të dukshme nga do. Para urës qëndron një tunel i gjatë. Kamerat e sigurisë na tregojnë njerëz të cilët në vazhdimsi futen brenda tunelit. Kontrabanda me migrantë është njëra nga veprimtaritë kriminale që siguron miliona euro të hyra për grupet kriminale të Ballkanit Perëndimor. Grupe shqiptare, serbe, bosnjake, siriane, afgane, marokene e jordaneze kanë ndërtuar infrastrukturë dhe rrugë të sigurta, të cilat për një shumë prej 10.000 deri në 20.000 euro transportojnë migrant nga Siria apo Afganistani deri në Evropë e madje edhe në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo perandori e kontrabandës mundson përfitime milionëshe për grupet kriminale, të cilat janë rrjetëzuar në 3 kontinente dhe arrin të koordinojnë lëvizjet e migrantëve nga Afrika e Azia në drejtim të Evropës duke përdorur edhe territorin e Kosovës. Statistikat tregojnë se vendi përdoret për të qarkulluar migrantë, ndërsa varësisht nga forma dhe fitimet ndryshojnë edhe forma e veprimit. Hey! Can you speak English? Hello? Hello? Where are you going? Është data 4 dhjetor dhe këtu jemi në kufirin midis Kosovës dhe Serbisë në pikën kufitare të Jarinjes. Në anën time të djathtë ndodhet baza e njësive speciale të policisë Kosovës, ndërsa në anën time të majt ndodhet pika kufitare e Jarinjes, atje ku ndodhen edhe policia kufitare, doganierët dhe gjithë të tjerë. Midis këtyre 2 pikave, poshtë meje, ndodhet hekurudha e cila lidh Kosovën me Serbinë, e cila është një hekurudhë në të cilën nuk kalon treni, mirëpo janë duke kaluar refugjatët. Ne kemi mri me përcjell për disa ditë këtë pjesë dhe sot kemi has në disa refugjatë të cilët janë duke prit me kalu në pjesën tjetër. Pra siç po e shohim në pamje, ata janë të vendosur në pjesën atje. Janë 7 persona të cilët prej këtu mund të identifikojmë që nuk janë shtetas të Kosovës për shkak se duken si refugjatë të cilët vinë nga zonat e Sirisë. Prej asaj që kemi kuptuar, në këtë zonë kalojnë 10 emigrantë të tillë gjatë gjithë kohës. Kontrolli i urës është pothuajse i pamundur. 2 vendet nuk kanë komunikim policor dhe kjo e ka shndruar kufirin në këtë zonë, një zonë të lirë ku migrantët kalojnë pa shumë probleme. Sipas ligjit, policia e Kosovës e ka të pamundur të ndalojë migrantët të afrohen në kufi, ndërsa ata kryejnë vepër penale vetëm kur kalojnë në anën serbe. Në këtë situata, kur policia e Kosovës nuk e sinjalizon policinë e Serbisë, atëherë migrantët largohen nga aty pa asnjë problem. Kosova llogaritet të jetë një vend tranzit i migrantëve, nga ku grupet kriminale arrin të qarkullojnë mijëra migrantë nga Afganistani, Siria, Bangladeshi, Jordani, Palestina e shumë vende të tjera të botës. Këta migrantë shkojnë drejt Evropës dhe Britanisë së Madhe. Dëshmitë e lëvizjeve masive të emigrantëve në Leposaveç janë të dukshme nga do. Para urës qëndron një tunel i gjatë. Ai është i mbushur me ushqime dhe shenja që tregojnë që migrantët lëvizin shpesh në këtë zonë. Për rreth zonës gjenden edhe dokumente e materiale, të cilat migrantët i kanë hedhur pak minuta para se të kalonin në zonën e kufirit me Serbinë. Për disa orë, për ta vëzhguar zonën, vendosin disa kamera të sigurisë. Fotografitë që i pranojnë tregojnë për vazhdimsi të fluksit të njerëzve që futen në Serbi, duke përdorur rrugën e hekurudhës dhe tunelin pranë saj. Kamerat e sigurisë na tregojnë njerëz të cilët në vazhdimsi futen brenda tunelit. Situata është edhe më e rëndë gjatë natës. Në fshatin Jarin të Leposaviçit, lehtësisht takon migrantë të cilët lëvizin në kërkim të rrugëve dalëse ilegale në drejtim të Serbisë. Kjo është një familje nga Jordania që ka humbur orientimin në zonë. Ata udhëhiqen nga një person i cili ofron udhëzime në telefon për rrugën e cila duhet të ndiqet për të kaluar në kufirin në mes Kosovës dhe Serbisë. From which country are you? Country? Syria? تحكي معه؟ أنا Jordan from Jordan.
I'm from Jordan. Jordan. Where are you going? أحكي له حمزة. Where are these people going? Where are they going? He will wait, friend. He will come to car. With car. Next. Okay. Shohim se ka, po shkojnë ta njerëz tash. Udhëzuesi i lëvizjes së migrantëve është në telefon dhe ja ofron udhëzime për migrantët nga distanca. Furgonet, autobuset apo edhe taksit mund të kontraktohen lehtësisht edhe pa kontakte fizike. E rëndësishme është që njerëzit që punojnë në terren dhe ata që tregojnë rrugën të paguhen aq sa e kërkon marrëveshja. Abdul Sekiraqa është njëri nga hetuesit më të vjetër të policisë kufitare të Kosovës. Ai ka qenë pjesë e operacioneve të mëdha, ku janë arrestuar dhjetra kontrabandistë dhe organizatorë të kontrabandës. Te rrudha e Lepësavicit të tuneli, aty kemi arrit me ndalu disa herë të migrantë pa rregull. Kryesisht kanë qenë ndalesat e fundit kanë qenë të nacionalitetit jordanes, se të kanë keq përdorur qëllimin e hyrjes si turist në Kosovë dhe kanë dashur me vazhdu në kalime ilegale për migrantë pa rregull. Por problemi është që aty nuk ke komunikim dhe nuk ke ku ndaj drejtohesh në anën e Serbisë dhe për bashkëpunim. Kjo është arsyeja që na krijon problema të kur gjë tjetër. Do të na e kryjmë punën tonë brenda territorit tonë, po aty përfundon gjithçka. Pa bashkëpunim të mirëfillt mes dy shteteve, trije, nuk mundesh me luftu këtë veprimtari.